nuk mund të them që kishte diçka të re në këtë takim, përveç se këtë takim u zhvillua sot, për dallim prej takimit tjetër i cili u zhvillua dje, pra ishte dita e ndryshme, mirë po as temat, as përmbajtjet, as pozicionet nuk ishin tjetër fare. Ju siç e dini, ne sot hym në sallën ku mbahen seancat konstituive dhe plenare të Kuvendit të Republikës, dhe aty u deklaruam 4 nënshkruesit e marrëveshjes së 10 shtatorit, që njëherëzi jemi edhe 4 kryetarë të subjekteve dhe 4 deputet Kuvendit të Republikës në kuadër të këtij bashkëpunimi që shënon shumicën parlamentare. Ne e dim që insistimi i partisë në pushtet, e cila është parti shtet, edhe cila e ka lënë Kosovën pa republikë, po përpiqet ta lë edhe pa kuvend, është se është fituese teknike e zgjedhjeve të 8 qershorit. Mirë po, ne theksojmë që nuk është republika parlamentare çështje se kush është i pari, sepse kush është i pari është logjik monarkiste. Në monarki, në mbretëri, i pari është mbreti ose mbretëresha, dhe më pastaj vjen pasardhësi. Mirë po, ne jemi republikë parlamentare, dhe republika parlamentare është ndërtuar dhe organizuar mbi shumicën dhe rreth shumicës. Kjo shumicë është duke u parandaluar me procedura të partizuara që ta materializoj vetveten në funksionimin e institucioneve, përkatësisht në konstituimin e Kuvendit të Republikës. Ne i thamë zonës presidente që nuk ka qenë në rregull që ajo nuk ndërhynte tek kryesuesja, deputetja më e moshuar Brovina, dhe ju e patë mbrëm që zonja presidente u detyrua të ndërhyj nëpërmes një sqarimi publik, sepse ishte zonja kryesuese ajo e cila bëri ndërhyrjen tek presidentja. Nëse lexoni shkresën përmes së cilës ajo mbrëm e shtyu seancën e sotme, në fjalinë e parë ajo flet tamam sikur se ishte president. Prandaj presidentja u detyrua të ndërhynte. Unë besoj që presidentja e Republikës në komunikimin e saj me kryesuesen që është deputetja më e moshuar nuk paraqet ndërhyrje, sepse ndërhyrja është ndërhyrje prej jashtë. Në seancën konstituive, presidentja nuk është jashtë, presidentja është brenda, meqense se seanca konstituive është thirrur nga presidentja. Dhe ju po e shihni që për çdo ditë kemi pafund takime të presidentës me liderët, dhe të gjitha këto takime janë rrotull një takimit i cili në vazhdimsi ka munguar. E ky është takimi i zonjës presidente me kryesuesen Brovina. Dhe në anën tjetër, gjithandej nëpër Kosovë, tër kohën është diskutuar, është debatuar për mënyrat e daljes nga kriza, përveç në vendin ku kjo duhet të ndodhë domosdoshmërisht, e ky është Kuvendi i Republikës. Sidoqoftë, sot e patëm një zhvillim pozitiv. Sekretaria e Kuvendit, përkundër faktit që kryesuesja Brovina e kishte shtyr seancën, ajo i hapi dyert, dhe ne si deputet, si përfaqësues të vullnetit të popullit, u ulëm aty ku është vendi ynë dhe thamë atë për cilën jemi zëtuar para qytetarëve të Republikës, e kjo është drejtësia ligjore të drejtave të qytetarëve, nevoja për zhvillim ekonomik, për tejkalimin e krizës dhe më pastaj për formimin e qeverisë, e cila do ta kishte prioritet zhvillimin ekonomik, luftimin e krimit dhe të korrupsionit, reformat institucionale e kështu me radhë. Zotëri Thaçi para jush tha që duhet me pas një takim me krejt partitë, po edhe ju duhet të prit bllokut. Cila prej partive të bllokut ka më shupë dhe ka më shkuar në një takim bashkë me PDK? Apo do të shkoni bashkë? Ne jemi 120 deputet që e kemi dhënë betimin, dhe këta 120 deputet e kanë vendin në sallën ku mbahet seanca konstituive e më pastaj edhe seancat plenare. Ata mund të vinë në seancë të Kuvendit dhe aty do të debatojnë, sepse aty është vendi i debatit për deputetët. Takimet
midis liderëve do të ishin të padrejta dhe jashtë institucionale. Ata që janë bërë deputet nga PDK-ja, le të vinë në sallën e kuvendit dhe aty le të flasin. Pra aty e kanë vendin, por ata nuk e duan kuvendin. Ata e duan me çdo kusht dhe për çfarëdo çmimi mbetjen e tyre në pushtet. Mirë po Republika jonë është republikë parlamentare. Në parlament është vendi për dialog, për debat, për diskutim. Le të vinë aty, sot nuk e shfrytzuan. Mundësinë do ta kenë javën. Zotë Kurti, pse s'po veproni pasi po thënë kena shumicën parlamentare? Pse s'u informoni institucionet jo? Ne sot e kemi mbajtur këtë seancë kuvendi, në të cilën treguam vullnetin ton për të dalur nga kriza dhe do ta kemi seancën në javën e ardhshme ku ne do të zhvillojmë debatin e plot në situatën e krijuar dhe më pastaj natyrisht do të ndërmarrim edhe hapet e më të tjeshëm në mënyrë që bashkëqëndrimi i këtyre 4 subjekteve në nënshkruesit marrëveshjes së 10 shtatorit të shndrohet edhe në bashkëpunim e në bashkëveprim. Pra kjo do të bëhet në ditët e në javët në vit. Zotë Kurti, në takimet me presidentin, a do të sillin ndonjë rezultat apo do të mbesin vetëm në kuadrin e takimeve kështu dhe shprehjen e qëndrimeve tuaja? Ne po jemi bashkëpunues në këto takime. Ne po ftohemi dhe po vijmë. Mirë po këto takime janë takime të përsëritura sepse nuk ka asgjë të re në takimet e këtilla dhe ne besojmë që është koha e fundit për takime të hapura, pa dyert të mbyllura, që duhet të ndodhin në sallën e kuvendit të Republikës Kosovës. Nëse kryesuesja thret seancë para se ju si blok firmi do të shkoni në seancën e kryesuesës apo do të shkoni në seancën tuaj? Nëse keni lexuar me vëmendje përgjigjen e kryesuesës, ajo tash mund të thotë çfarë të doj, mirë po është një fjali e fundit ose e parafundit, ku ajo e bën të qartë se nuk e ka ndërmend të thrash seancë pa marrëveshje të liderëve. Pra ata duan që në marrëveshjen tonë të 10 shtatorit të vijë edhe një nënshkrim shtesë. Nënshkrimi e atij që është kryeministër në ikje, përkatësisht ish kryeministër. Por ne e kemi marrëveshjen tonë dhe jemi shumicë parlamentare, vullneti dhe e drejta e secilës nuk do duhet të pengohet më. Zonja kryesuese Brovina, e cila është në pozicionin e saj si kryesuese për shkaqe teknike, do të duhej që të reflektonte sepse ka zhvillime të reja. Ajo ka thënë që nuk e ka ndërmend të vazhdoj me thirrjen e seancave, ndërkaq ne po i mbledhim në nënshkrimet që të mos lejojmë që kjo qeveri e cila ka bllokuar Kosovën, duke bllokuar veten në pushtet, të na bllokoj edhe kuvendin si organin më të lartë politik e legjislativ. Zotë Kurti, a do të jetë në përparësi shumicës parlamentare para vendimit të gjykatës kushtetuese, sepse edhe sot kemi pasur të dje deklarata për kryetarin e gjykatës që thotë se në dy shtatë që po interpretohet gabimisht sepse vetëm PDK-si ta kanë drejta për me propozu kandidatin për kryeparlamentar. Unë e kam kuptuar që ka një tendencë të vazhdueshme që PDK-ja të bëhet kategori kushtetuese, pra të futet si një entitet kushtetues në Republikën e Kosovës, po kjo nuk duhet të ndodhë dhe nuk do të ndodhë. Kryesuesi i gjykatës kushtetuese ka dhënë një deklarat politike dje dhe gjithashtu kjo paraqet një shkelje. Kryetarin e gjykatës kushtetuese, unë e njoh nga e kaluara kur ka qenë profesor, kur ka qenë edhe rektor, por për të mund të them personalisht me që e ngrite si çështje, ai është tepër cinik për të qenë gjykatës. Dhe përderisa në vend të zhvilluara demokratike, gjykatësit janë personalitetet me cilësit më të larta etike, ky nuk është edhe rasti në Kosovë. Për një shkelje më të vogël, të cilit do gjykatës në vend të zhvilluara demokratike, gjykatësit zbrapsen, tërhiqen e kështu me radhë. Por po them edhe një herë, ne jemi republikë parlamentare dhe nuk mund të kemi një klub arbitrar të ekspertëve të cilët dhunojnë vullnetin e qytetarëve duke shpërfillur deputetët e kuvendit të Republikës. Ju keni parë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që për neve
është jo vetëm i papranueshëm, por është absurd, e i cili thot në njërin anë, në kuptim të ngushtë të fjalës, pa u konstituar kuvendi, thot, nuk ka grupe parlamentare që njihen, e në anën tjetër thot grupi më i madh parlamentar është PDK. Pra, bëhet fjalë për një tendencë që PDK-n ta shndrojë në kategori kushtetuese, mbase edhe një dëshmi më shumë që shteti i Kosovës është i kapur. Do të kërkoni pyetje. A jeni në konsulta me partitë e minoriteteve kur ta kemi seancën javën e ardhshme, do të marrim pjesë atë? Ne i kemi ekipet tona punuese, të cilët e kanë përgatitur tekstin për seancën në javën e ardhshme dhe natyrisht që ato ekipe punuese do të merren edhe me thirrjen e deputetëve që të marrin pjesë në seancën e radhës dhe jo të bëhen edhe më tutje ndërprerje seancash për të paralajmëruar vazhdime që shtyhen në mënyrë që asnjëherë Kuvendi i Republikës të mos konstituohet. Mos harroni, ata që e kanë kapur shtetin duke e mbajtur veten me çdo kush në pushtet, ata nuk duan që Kosova të ketë kuvend. Ne jemi republikë parlamentare, ata e duan Kosovën republikë qeveritare. E në republikë qeveritare ka tepër shumë qeveri e ka tepër pak republikë. Por ne duam të ndryshojmë këtë gjendje dhe largimi i kësaj partie shtet nga pushteti dhe funksionaliteti e konstituimi i institucioneve janë praktikisht e njëjta gjë e thënë në 2 mënyra të ndryshme.